shkele ligjin dhe shkosh atje. Me teoritë e këtyre, këta, pastaj kishin këta guxim, dilin ta përballen veri, po leje tani. Leje nuk krahasohen këta fare. Ne duhet shohim në parametrin shtet, bëri shtet, bëri dhe zogu para ti, bëri dhe ai. Kurse këta bën shtetin e kriminalëve, këta nuk e besoj dotën. Këta vetëm imagjinata ka kapur, pirati u bë pap. Të nuk mund ta besoj unë, që shteti shqiptar, si ka qenë, e mba më shteti shqiptar ti. Unë e shoh në unë e shoh në këndvështrim tjetër. Unë jam më jo, po le drejtat e njeriu, traktoj dim, drejtat e njeriu ti dim se unë kam qenë grevurie për të hequr atij emrin. Prandaj s'ka kompleksun kur flas. Jo, dakor, po përderisa vrau njerëzit e ditur, ata që dolën në ditën, ka vrau, se këtu po qenë që ka futur në burg ato kapen kursal. Atëherë ka qenë si këta llapaqenën që mblidhen ke klani. Po kanë qenë njësoj mirë pas ka bërë pra. Se duhet shohim tani këto reminiscenca, si jemi ne. Sa pseudo intelektual pisanjos që paguhen për të folur edhe bëjnë lloqe. Ne po flasim këtu tani edhe du të shohim ap pasapi. Si ishte shteti? Ishte burrni e madhe ti dile përballë shtetit. Ka pas represion shtetëror, ka pas diktaturë. Po kishte ligje më, nuk vjedhje dot më. 2000 lekë më tepër të vjedhje, të dilje suficit, ose 2000 lekë më shumë deficit, shkojnë në burg. Po vjedhte byroja, s'kishte nevojë të vjedhin të tjerët. Po çka kanë vjedhë, se duke folë kod, e ka dënuar në xhmien për $8.000 kafe, që kanë pi delegacionet e uja. Të ky është turp. Çka vjedhte byroja? Ndërkohë që do duhet ata kanë pasur rroga më të mira dhe një pjesë e vogël. Unë ka pas nënë e babë përreshtum nga partia, në gjoti, edhe i komunisti, i kisha aty në punën, me kilopata. A i mund të hante mish njërë mund të e përse unë, ky ka qenë ndryshimi, pasaj fshati me qyteti ka pas ndryshim, nuk i njifni, flisni në ajer. Avokat, nga ajo që kam lexuar, dhe nga ajo... Po, ke lexuar, po nga ajo që kam jetuar, a më ke besuar dhe tani që kam thënë? Jo, patjetër. Më ke besuar që kam thënë unë dhe tani, më ke besuar për jo? Patjetër, për realitetin e tillë këtu, po, patjetër. Po pse, unë kam humbur perceptimin asaj kohe unë. Nuk po themi se keni humbur perceptimin. Këtë vend nuk e rregulluan fëmijët e ballistave, që po flet ti, edhe pse unë. Jo, kjo është tjetër gjë, kjo është ndarje. Studentët edhe herë, studentët, ti lejmë këto ballistët që kanë valë Saliu tani në fund. Studentët ishin fëmijët e komunistave. Po dënë e bën fëmijët e komunistave. Edhe herë. Po dënë e bën fëmijët e komunistave. Ata të bënin partinë e tyre. Tash janë pasardhësit e Enverit. O e marrin që keqen e Enverit, po ta them shqip, as kam problem fare ta themi 100 herë. Unë jam besimtar, ti kupton edhe herë. Unë jam besimtar. Do ta shpjegoj qasjen time. Qasja ime është e tillë. Vitet 30 ishin ato vite që prodhuan inteligjencën shqiptare, po themi sa mund të ishin në numra. Kush vit? Vitet 30. Po jo mërda, shumë pak kanë qenë policia që ka quar zogu. Shumë pak. Edhe një, po që e përdërtuar shkolla, të t'japun argumentin tim dhe pastaj ju mund ta kundërshtoni. Pra, siç po thoja, vitet 30 ishin ato që prodhuan ato inteligjenca, po qoftë edhe publicistikën më të mirë shqiptare e gjën ato vite. Dhe me ardhjen e sistemit komunist, kjo inteligjencë u vra, u përndoq, u persekutua, u fut në përburgje dhe njerëzit e ditur u vran, qofshin franceskanët apo dhe jezuitët. Dhe në këtë rast, duke qenë se pushtetin e morën fshatarët të pashkollët, të neqëxhit, kovaçët, dhe Enver Hoxha vendosi atë lloj diktature që vendosi, duke vrarë gjithë njerëzit e ditur, në vitin 90 nuk kishte njerëz për të bërë Shqipërinë. Ishin të gjithë. Sa vjeç je ti, Bërdi? Unë jam 37. Çfarë them unë? Okej, unë po t'jap qasjen time. Unë respektoj mendimin tënd, por unë po t'jap qasjen time. Po them unë ty, me që ti nuk dashke se po më bën dal sikur jam enverist tani. Jo, s'ka lidhje. Po jo tani, historinë se unë jam një person që një universitet e kam mbaruar 91-shin. Pra, diplomimi është 91-shit. Kisha hyrë 3-4 vjet në vonesë. Ti
Apo, nuk vajta në shkollë ku doja, po porirë të biografisë më quan aty në fund, në Elbasan, nga Tirana vajta student në Elbasan. Kur gjithë tjerë vinë në Tiranë. Ai ka hapur kurse kundër analfabetizmit, ja ai që shani ju dhe ata shokët e tij, i ka hapur dhe në luftë te partizanët. Dhe ka pasur në fund të viteve 80, në fillim të 90-s, kur kam dhënë intervistën e parë në një radio dhe televizion duke qenë japonez, pra duke qenë mbasi janari vitit 91 ose dhjetor të 90-s, kam thënë, kam shpresë që Shqipëria bëhet se kemi një resurs kryesor. Kemi rini, pra 70% e ca popullsisë ishim të rinj, që sot se kemi më, dhe kishim një shtresë intelektuale të krijuar si sta merr mendje aty. Po intelektual është që del kundër sistemit, jo ai që thjesht ka studiuar në Bashkimin Sovjetik. Tani Bardha nuk e vetë i vulën, tani ta lëm këtë. Ti mund t'jesh ka një familje që mendon se je e prekur, më ta sqaroj dhe unë kush është familja. Jo, nuk jam familje e prekur, jo. Tani, ke marrë atë pushën, se mbi këtë retorik, që këtë e ka bërë veri, a i ta prishim, ti du dishin gjë. Akoma të gjitha spitalet sot, nuk e një spital të Nikolaj, gjitha spitalet sot janë, përveç që i ka dhënë privatit, këto spitale që ka bërej, në sistem shëndetësor. Sistemi në arsimor të ati, ti vinë anash, iqe pjesën e indoktrinimit, nuk ka arrin kur. Ku mere 10 në kohën tonë? Këtoti? Ne këta kanë prodhuar njerëz me master që nuk të shkruajnë emrin e tyre. Lloj, edhe njerë, po tani më let flas, nëse nuk më let. Dakor. Këta kanë prodhuar, nuk di të them domethënë. Legje, ku kishte atëre edhe në nivel moral, tjetë mësim në nivellet më të larta. Të mere gradën kandidat shkencash ishte gjë e madhe, docent, pasaj, doktore, profesor. Sa e ke këtu anija të plegaturën që kanë bërë këta? Se këta dolën këta, me këtë lloj arsimimi. Edhe atë shkollën që ka bërë Rama, nuk ishe burë nënë e ta fiton të kollaj konkursin. Në pikturë, në dramë. Ka një pyetje krejt logjikshme dhe normale, nëse atëherë kemi qenë kaq mirë, pse jemi kaq keq sot? Kishim liri dhe dështoj tregu, se mund të kishin një zgjidhje si Kina, kishin bjetuar dhe ishe ndryshe. Ti ishe i lidhur me tregun, ishe pjesë e zinxhirit. Se kujton ti se erxoi, po lëtyrat atij sistemi ke PD-ja, ke Fariballiu, lëtyr. Ato jam i ndërgjeshëm unë që komunistët zonë lëtyr, lëpirë si të gjithë komunistave të neveritshëm që ka qenë ky kryesori, ky i simbolizonte. Dhe mori Saliu. Saliu me Mehmet Elezin, me Lisen Bashkurtin, me Fariballiu, me Bujar Hoxhën, me 4-5 komunistët kryesor, e titërsoi PD-n. Kupton? I mori më gjithë komunistët që ja dorëzoi Xheli Gjoni, i mori në dorë, edhe Ramizi bashk, edhe e titërsoi PD-n. Nuk është PD-ja e atyre studentëve idealistë. Mori fund, në bazë grevës të orisë, ne u shpërndam. Universiteti u nda 4 pjesë, ne na çuan për shtëpia, edhe ai e mushi PD-n të ka dalë me njerëz të vet. Kaq. 3 muaj kishte PD idealiste. E mori Puçedra, llaboroi PD-n. Edhe ai që ka dalë kaq i zoti që vazhdon deri këtu, shkollën atëherë ka bërë, dhe ka bërë gjithë atë shkollë. Dhe ka çuar veri dhe në Francë këto, ka pas sa qilçoj edhe në dikë Çeki për agronomi, dikë Rusi, dikë Bullgari, dikë Poloni, e në kanë ardhur dirigent nga Çekia, e këngëtar nga Bullgaria, si Ramiz Kovaçi me shok, do ka pasur një ashtu, nga perëndimi shkollin super. Por që nuk ishin intelektual. Po pse çdo më thon intelektual? Intelektual do të thotë ti dalësh kundër çfarë do lloj pushteti dhe ti je zëri i njerëzve.